Gjallë mo ku, se dua të shikoj maman time. Elus Allahun e lartësuar që të t'jap durim. Elus Zotin e gjatësisë që dhimbjen të ta lehtësoj. Patjetër që ata të cilët kanë ndëruar jetë, dhe ne që një ditë do të ndërojmë jetë, që gjithëve do të na ringjallë i Madhi Zot. Allahu i lartësuar nuk thot vetëm se të vërtetën. Zoti i gjatësisë na tregon në shumë ajete në Kur'an se ne do të ringjallemi. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra. Thuaj, i ringjall ato, ai që i ka krijuar herën e parë. I Madhi Zot është ai që na ka krijuar herën e parë. Kështu që për Zotin e gjatësisë nuk ka diçka të vështirë. Ai thot diçka e bohu dhe ajo bëhet. Allahu i lartësuar na sjell shembuj të shumtë të ringjalljes në Kur'an. Reshjet e shiut që bin mbi një tokë të vdekur, e prej saj dalin bimë të gjalla. Ashtu do të ringjallet edhe njeriu. Ditën e gjykimit, Zoti i gjatësisë, që ka fuqi për gjithçka, ai ka krijuar krijesa më të mëdha se njeriu. Qiejt, malet janë krijesa më të mëdha se njeriu. Zoti i gjatësisë i thot diçka e bohu dhe ajo bëhet. E ne do të ringjallemi. Mamaja jote do të ringjallet. Por ajo që unë të këshilloj të bosh, është që të lutesh sa më shumë. Bëj lutje sa më shumë. Të këshilloj të falësh namaz. E në sejdë të lutesh që Allahu i lartësuar të ta mundësoj të bashkohesh me mamën tënde në xhenet. Lutje bëj shumë, fal namaz, pra dhe sigurt do të ringjallemi. Patjetër që do të ringjallemi. Nuk ka kuptim mos ketë ringjallje. Imagjinoje ti sa njerëz kanë bërë padrejtësi në këtë dynja. Sa njerëz kanë vrarë, kanë bërë krime. A mendon dhe ka ndruar jetë, a mendon se nuk do ta marrin dënimin e merituar? Patjetër do të ketë një ditë drejtësie. Por edhe ata të cilëve u është bërë padrejtësi, a mendon se nuk do ta fitojnë drejtësinë? A mendon se nuk do të marrin drejtën e tyre, shpërblimin e tyre? Patjetër që ka ditë gjykimi, ka një ditë llogarie, ka një ditë pra ku do të ketë xhenet e xhehenem, dita e gjykimit. Shpërblim për besimtarët, për ata të cilët besojnë Allahun, bëjnë vepra të mira, do të hyjnë në xhenet. Dhe dënim për mohuesit, ata që kanë kundërshtuar të Madhin Zot, pra zjarri i xhehenemit. Kështu që patjetër ka ditë ringjallje, ditë gjykimi. Ti lutesh Zotin e gjatësisë që të ta mundësoj ty të kesh jetë gjatë, të mbushur me vepra të mira, e ditën e gjykimit me u taku pra me mamën tënde në xhenet.